Koncerti i titulluar Muzikë dhe Poezi u zhvillua paraditën e së shtunës në sallën e koncerteve të Shkollës së Mesme Artistike Prenkjakova në Shkodër. Aktiviteti u realizua në bashkëpunim me instrumentistë nga Durrësi dhe është organizuar nga Nordana Hasa, mësuese dhe koordinatore e këtij eventi. Ajo thotë se është bashkëpunuar me 2 instrumentistë nga Durrësi, Enja Ngjolli në flautë dhe Erlind Hoxha në kitar. Ky event është një bashkim harmoniet më tepër të pjesë 2 instrumenteve që janë të kundërta, flauti dhe kitara, por që në mes të këtyre emocioneve melodioze do të jenë edhe fjala poetike, ajo që është një çlirim shpirtëror për artistët që do përcjellin. Ky është edhe një mesazh ndaj të rive që duan të jenë pjesa e artit, që arti t'i ndjekë jetën e tyre dhe të motivohen dhe të kenë sa më kënaqësi shpirtërore. Studentja Arina Gaci është bashkuar këtij aktiviteti me interpretimin e poezive. Unë mendoj që këtu ndërthuret fjala dhe arti, muzika, i jepet shumë rëndësi poezisë, fjalës, edhe 2 instrumentave që kanë më ndërtu me u prezantu flauti dhe kitarja. Unë kam bërë harmonia e natyrës edhe natyra që fluturon. Gjatë këtij koncerti u interpretuan pjesë të larmishme muzikore të shoqëruara me vargje poetike.